Unë kam dy njerëz shumë të rëndësishëm gazetarit. Që janë? I pari është Fatmir Mneri, ai i cili më dha dorën dhe më mësoi se si duhet të isha një gazetar i drejtë dhe në thonjza i urtë. Dhe një gazetar i cili në mos të kërkoj skupin, të jetë patjetër interesant, po të jetë i ekuilibruar. Fatmiri ishte kokë. Fatmiri për mua është një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës time. Kam punuar disa vite me të. Më ka konsideruar pas herë si djalin e tij në mungesë të një djali. Kemi pasur hyrje dalje shumë të ndaja dhe familjare. Nga ai kam mësuar se si të shkruaj ndoshta jo, po se si të jemi logjikshëm në atë që shkruaj, dhe që në fund të një gjëje të mos i lësh kak askujt që ta ludoj apo të mërzitet. Pra këtë mund ta vënë në këtë drejtim. Paralelisht pastaj unë vajta në Supersport, në aventurën time, këtu ishte në Sport Express gazetë, aventurën time në televizion, njeriu i cili ka ndikuar pa diskutim për rritjen dhe për zgjerimin e jetës time profesionale ka qenë Dritan Shako Hoxha, i cili ishte drejtuesi i Supersportit në ato vite ku ne punonim atje, inovator, agresiv, pra ishte komplet tjetër gjë nga Fatmiri fare. Domethënë ishte e njihte shumë mirë televizionin dhe besoj që më ka ndihmuar shumë për t'i dhënë vetes një qasje krejt tjetër në televizion. Shakot pretendonte, duke vlerësuar dhe talentin tim, për këtë i falenderoj të dy, sepse her pas here më kanë llastuar dhe në ndonjë rast më kanë duruar në ato pak apo shumë gabime që unë bëja etj. Pra ishte shumë i vendosur që këtë talentin tim ta gdhente dhe t'i jepte një drejtim dhe çuditërisht asaj vetë nuk e beson sot edhe.